Jam sot këtu në emër të organizatës së familjeve dëshmorëve dhe pasazheve të tyre, në emër të organizatës së familjeve dëshmorëve dhe në emrin e ushtarakëve në lirim e pension Dega Kukës për të përkujtuar 81 vjetorin e rënjes së dëshmorit Mërsin Bresa. Por më tutje, vargjet e mia vazhdojnë. Bab Qazimi dhe nën Huma rritën djalin Mërsin Bresa, do vit dita që edhe me pluma do të hyjë edhe besa. Tufa dhenve në krye të bardhë që Mërsimi i donte shumë, partizanët që kishin ardhur me Mërsimin u del punë. Ish brigada e 5 që në Kukës do të ftoj, ai takim lidhi dhe besë dhe në stan ai ftoi. Çfarë dëshiren që t'i bashkohet këtyre partizanëve që ky vend të shtirohet, duhen djem edhe të kësaj ane. Nana, baba dhe xhaxhallarët i dhan leje djalit të ri, amanetin që na lanë të parat asgjë duhet pa liri. Mërsin Breza, Ilyas Lala, dy filiza në moshë të rinis, shumë betejë që mban brigada për në bosje është nis. Në pripolje të Sanxhakut, atje u bë luftë e rrept, aty do të derdhej gjaku Mërsin Breza dëshmor ka mbet. Siç tregoi Ilyas Lala atë ditë që u varros, pushk e xhamadan pala poshtë kokës ja vendos. U varros aty kura në pripolje të Sanxhakut, me lot në sy si me qenë vlla që i bashkoi pika e gjakut. Nga Sanxhaku deri në Kukës është një kohë bukur e gjatë, por kuptim i japin udhës tek Varrezat ri rehat.